ngritjen e Komisionit Posaçëm reformës zgjedhore për të garantuar sa të jetë e mundur përfaqësimin e të gjitha partive politike në kuvend. Kur bëhet fjalë për reformën zgjedhore, është e domosdoshme që edhe partitë parlamentare të cilat nuk e kanë një grup parlamentar, ose më mirë akoma partitë politike që nuk e kanë dashamirësinë e një grupi parlamentar të madh që të heqë deputet nga vetja dhe të japi mundësinë atyre të formojnë një grup parlamentar, të jenë të përfaqësuara në Komisionin e Posaçëm të reformës zgjedhore. Propozimi ynë ka qenë i njëjtë me atë që është gjithmonë, të jemi të barabartë edhe në numër, edhe në të drejtën e vetos, dhe që është garancia më e madhe që dy partitë më dha kanë, por Partia Socialiste dëshiron dhe vazhdon të insistoj, dhe prandaj kemi lënë pezull vetëm këtë pikë të vendimit, në mënyrë që ta miratojmë gjithë bashku, edhe partitë e tjera parlamentare të jenë aty. Tani kur ne shohim që kur Partisë Demokratike, këto partitë e vogla i duhen, madje u merr borxh edhe kandidatin për kryetar bashkie se vetë nuk kanë, përse do t'i përjashtojmë këto partitë e vogla nga reforma zgjedhore? Jo argument, ju mund të bëni pyetje se argumentat mi dha zoti Bardhi. Po. Nëse partia tonë ndoshta ka një vend të reforma zgjedhore në emër të një partie parlamentare, ajo është një vot pro jush, pra ju keni shumicën në Komision të Reformës Zgjedhore në këtë rast. E para është që unë nuk kam asnjë kompetencë të vë në dyshim rezultatin e zgjedhjeve dhe, të lutem, dhe përfaqësuesit e partive në këtë komision të rëndësishëm. Unë nuk paragjykoj askënd, edhe pse partia që i referoni nga diskursi politik edhe më shumë se kaq, ka qenë një ndër më të ashprat në përgjatë procesit zgjedhor të 11 maj. Një sekond. Tani unë po them që në një rezultat zgjedhor të ngjashëm deri disi, edhe në 2017 kemi bërë këtë gjë. E kemi lënë këtë pikë për ta diskutuar. Unë doja t'ju informoja ju se kush ka qenë qëndrimi im, prandaj thash atë në mbledhjen e fundit të konferencës së kryetarëve. Dhe shpresoj e besoj që të vazhdojmë të jemi të angazhuar për të dhënë një zgjidhje për këtë çështje. Se t'ju them të drejtën, ajo që sapo thatë ju, bie sapo sjell argumentin që nuk ka asnjë vendim substancial në këtë komision nëse përfaqësuesi Partisë Demokratike apo ai Partisë Socialiste ushton vetëm. Po nuk ka asnjë vendimmarrje. Tani ç'është problem ke ti që ti dëgjosh gjithë palët që janë të përfaqësuara, gjitha partitë politike që janë përfaqësuara. Dhe kam sjell një argument Ambrozia që lidhet me një zgjedhje, do t'a quaja ekstra parlamentare që na është dashur të bëjmë vitin 2020. Pra nëse do t'i referoheshim grupeve parlamentare në vitin 2020 për të bërë reformën zgjedhore, e kishin pamundur se Partia Demokratike nuk ishte përfaqësuar. Dhe bëm një zgjedhje që ngritëm një këshill politik dhe te këshilli politik sollëm Partinë Demokratike sepse s'kishte grup parlamentar, se kishte lënë grupe. Ta mbaroj. Ky është qëndrimi dhe përfundimisht nëse çfarë do të bëhet, do të votohet reforma zgjedhore, do të ngrihet. Nëse do të ngrihet reforma zgjedhore, të shpresojmë që do të ngrihet me konsensus. Zoti Bolla, keni dieni që presidenti i Republikës Bayram Begaj në kohën që ka mbajtur detyrën e kreut shtetit ka zhvilluar dhe veprimtari të tjera private duke u paguar nga një spital privat? Unë nuk me thashë theme. Një gjë ditë ju them që kam dëgjuar në media tuaja, një nga ato striçat që jepni ju, që thoshtë media tona, po unë nuk pash zotin Bardhi, pash mediat. Dhe pash një nga media tuaja që thoshte Bardhi 2 pika, Bega është i paburr.
edhe t'ju them të drejtën, të lutem, o zonja, po mirë. Akuzat janë me emra konkret, janë të dhënat me të ardhura. Më pëlqen organizimi, por më linit të përgjigjem. Tani unë po ju them që kjo gjëja që sapo pash një nga mediat tua nuk lidhet me personin që ka thënë, se personi që ka thënë nuk ka në rëndësi. Rëndësi ka që të ketë dhe një etik institucionale në marrëdhënie me institucionin e presidentit. Tani, për t'ju përgjigjur, presidenti i Republikës nuk ka kryer asnjë shkelje dhe nuk do shkarkohet. Madje nuk do ngrihet. Kush je ti që e thua këtë gjë? Nuk e them unë, zoti Balla është ai ka shkel kushtetutën për sa kohë gjykata kushtetuese pezulloi dekretin e tij, që në këtë moment është në shkelje të kushtetutës. Fare, në vlerësimin tim, presidenti i Republikës nuk ka kryer asnjë shkelje. Kushtetuta është shumë e qartë. Kushtetuta është e qartë kur thotë nuk duhet të bëhen zgjedhje sa kohë a ka ngelur në një institucion që nuk ka kërkesë për shkarkim kryetari i Kuvendit, presidenti. Flasim për rastin konkret. Më than që kanë bërë kërkesë gati për shkarkimin e zotit Lupi Linçi. Duan të shkarkojnë ata. Tani lutem zoti Balla mos e keni në gjë qesharake. Në deklaratën e pasurisë së presidentit të Republikës, zoti Bayram Begaj, deklaratë zyrtare jo thashë them. Pra, kisha se kjo rezulton në vërtet, edhe në këtë rast nuk do ta rishikoni shndrimin tuaj në rast se Bayram Begaj gjatë kohës që është shërben si kreu shtetit, kryen veprimtari të tjerë të cilat janë të ndaluara kategorikisht. Përpjekja juaj për të bërë mua pjesë. Jo nuk është përpjekja, është çfarë që ju thash përgjigje. Nuk do shkarkohet. Edhe nëse ka shkel kushtetutën, po sepse shkeljen e kushtetutës e vërteton vetëm gjykata kushtetuese. Nuk e vërteton ky personi. Dhe çfarë përgjigje do? Çfarë përgjigje do nga unë? Se nuk ngrini komisionin timor, pse s'pranoni nisjen e procedurave dhe ta caktoi gjykata kushtetuese. Po s'më ka ardhi kërkesë për komisionin timor, ka ardhur kërkesa për shkarkimin. Po është procedura, është pjesë e Balla. Për këtë pjesë mua s'ma haqen në shkopin fare në konsiderat. Tani kam dhe element, po jo, kam një çështje, jo, sepse pa faleminderit. Dita gjatë. Faleminderit. Kjo është e rëndësishme. Tani, unë mendoj që është më rëndësishme presidenti, por do ta bëj pyetjen për të kuptuar cili është roli i Partisë Socialiste i ju. Ka rol Partia Socialiste. Do t'ju pyes qartësisht, do keni prezant ju, kryeministri do të marrë fjalë kryeministri, do ta kuptojmë si është përfshirja e PD-s në këtë manifestim. Ai është një organizim cilin e bën organizata veteranëve të luftës shqiptare në Kosovë, ushtrisë shqiptare të Kosovës. Është një organizim që vjen pas atij që ndodhi në Prishtinë, pas atij që ndodhi në Hag, dhe është krejt normale që e treta dhe e vërteta tjetë në kryeqendrën e shqiptarëve në Tiranë. Organizatat e veteranëve të UÇK-s, me të cilët unë jam takuar dhe sot do kërkoja mirë kuptimin tuaj që të gjitha organizimet që po bëhen dhe 1000 herë faleminderit gjitha mediave që janë lejuar ta transmetojnë spotin, edhe ju gazetarëve pa përjashtim që i keni dhënë hapësirë, dashur qytetarë Tiranës e gjithë Shqipërisë, ne shqiptarët na karakterizon dashuria dhe na karakterizon dhe solidariteti, bashkimi bën fuqi, thoshte Skënderbeu, të jemi gjithë së bashku ditën e premte ora 17 në sheshin Skënderbej. Për të dërguar një mesazh solidariteti ndaj 4 komandantëve të UÇK-s, por dhe gjakut të derdhur nga gjithë ushtarët e UÇK-s të rënë në frontin e betejës për çlimin e Kosovës. Dërgoni mesazhe të tilla, por nuk pranoni të miratoni një rezolut për të dënuar genocidin serb në Kosovë. Ambrozia, do ta dëgjosh nesër përgjigjen për këtë. Duro se më keni thënë që mos u hap shumë në çështje. Zoti Balla, ka një organizim nga ju për të qenë gjithë grupi parlamentar socialiste në këtë protestë ditën e premte? A ka një organizim nga ju për të qenë pjesëmarrës i gjithë grupi parlamentar i Partisë Socialiste në protestën e ditës së premte? Po çfarë organizimi duhet për të qenë diçka që i shërben adheut? Është lidhet me kombin ton. Pra na thuhet në një akt akuzë që kombi jon kur është dashur të çlirojë një pjesë të territorit vet për të shpëtuar popullin shqiptar të Kosovës që ishte nën sulm
nga makineria vrasë e Miloševićit, duhet kjo nuk është partijake. Kjo është kush e ka zemër në vendin e duhur dhe kujt i dhem sa do pak për kombin, duhet tjetë të premten atje. Pastaj organizata veteranëve do të përcaktoj se kush do të marri fjalë, kush është programi, ç'pun ka unë programin, unë do jem atje dhe të shpreh solidaritetin tim me një proces të pandershëm, me një proces që e dini si u inicia, e dini edhe kush e votoi në 25 janar 2011